Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Qendrën e Trajnimeve Infinit nga Katari. Përmes kësaj marrëveshjeje, 20 studentë nga këtij universiteti do të kenë mundësi të certifikohen nga kjo qendër. Rektori i Universitetit të Ferizajt Agron Bajraktari tha se kjo është një ndihmë e madhe për këtë institucion arsimor, duke theksuar se beson që studentët Ferizajas do të arrijnë të certifikohen nga kjo qendër. Ne sot kishim diellin dhe kënaqësinë të nënshkruajmë një marrëveshje bashkëpunimi me Qendrën Trajnuese Infinit Qatar Training Center, për të cilët jemi shumë injas që do të mundsojnë 20 studentëve tanë të bëjnë certifikimin e aftësive të tyre, të cilat i kanë fituar gjatë kohës që ata kanë qenë dhe janë duke studiuar pranë universitetit tonë. Sigurisht që kjo është një ndihmë e madhe për institucionin tonë, do të jetë shumë ndihmë e madhe për 20 përfitues. Sigurisht, studentët tanë nuk janë përgatitur për këtë kurs. Mbas ata mund të jenë shumë të mirë, por edhe mund të mos jenë të përgatitur për këtë kurs, për këtë lloj testimi. Prandaj, përfaqësuesit e Qendrës Trajnuese Infinit do jenë këtu që mundsohen të thonë se këto gjëra do të kërkohen. Ne besojmë tek studentët tanë. Rezultatet do të tregojnë, por ne besojmë tek studentët tanë. Ndërsa drejtori i Qendrës Infinit tha se ky është vetëm fillimi i bashkëpunimit me Universitetin e Ferizajt dhe se kjo qendër i ka dyert e hapura për studentët kosovar. Ne si organizat dhe qendre e trajnimeve llogarisim se kjo është një dhuratë e thjeshtë që mund t'i ofrojmë këtij universiteti, por ky është vetëm fillimi i bashkëpunimit ton dhe qendra jon i ka dyert e hapura për këtë universitet dhe premtojmë që të gjithë atë potencial që kemi për me ndihmu popullit të Kosovës dhe në veçanti studentëve, ne nuk do të hezitojmë. Sipas kësaj marrëveshjeje të nënshkruar sot, Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj është i obliguar që deri më 15 prill të përzgjedh 20 studentë, të cilët do t'i nënshtrojnë testit për certifikim nga kjo qendër trajnuese.